Të ndruar shikues e dëgjues, përshëndetje, ja ku jemi së bashku edhe këtë javë me Z Podcast. Për këtë javë do të flasim për harmoninë, bashkëjetesën e tolerancën ndërfetare. Me ne në studio për këtë javë, drejtori për kulturë dhe veprimtari botuese, zotri Ramadan Shkodra, cilit i dëshiroj mirësardhje. I nderuar, mirësardhje. Faleminderit, mirësogj. Atëherë, Kosova njihet për tolerancë, për harmoninë ndërfetare. Fillimisht më lejoni të them se jo Kosova, për gjithë shqiptarët. Njihen për kultivimin e tolerancës, mirëkuptimit dhe harmonisë ndërfetare. Dhe toleranca ose harmonia ndërfetare është një ndër vlerat dalluese, një ndër vlerat veçuese të popullit tonë që shtrihet në një histori të gjatë. Prisit tonë fetar, bashkësitë tona fetare, qoftë bashkësia, qoftë komuniteti musliman, qoftë komuniteti i krishterë, prej kohës kanë qenë përgjegjshme dhe popullin tonë, respektivisht besimtarët e tyre, i kanë edukuar, i kanë mësuar, ju kanë trasuar rrugën që të respektojnë fillimisht besimin e vetë dhe në anën tjetër të respektojnë besimin e tjetrit. Popullit tonë nuk i ka prizve tonë të ndërgjegjshëm fetar, interpretimin e parimeve fetare, qoftë të besimit musliman, qoftë të besimit krishter, e kanë interpretuar në mënyrë burimore, autentike, largë premisave që çojnë në konflikte, në urrejtje apo në mosdurim. Ka ekzistuar kjo historikisht, një historia ndonjë periudhë kohore kur nuk ka qenë e tillë? Lejoni të them edhe këtë. Secili popull ka një marrëdhënie të veçantë me fetë. Edhe populli ynë në rrugën e tij drejt të ndërtimit dhe konformimit ka një marrëdhënie shumë të veçantë dhe një marrëdhënie të shëndosh me besimet fetare. Kjo është ngrit themelet e harmonisë edhe të mirëbesimit ndërfetar janë kultivuar nga përgjegjësia institucionale dhe nga përgatitja fisnike e prizve tonë fetar, të cilët kanë pas parasysh gjithherë ta kemi shumë qartë, ndjesinë e përbashkët, interesin e përbashkët. Çka do të thotë ndjesia e përbashkët? Ka pas parasysh gjendjen e popullit tonë, armërinë e popullit tonë. Prisit e gjitha besimeve kanë ditë që të jenë unik. Kanë ditë që të marrin përgjegjësia që ka takuar në të mirë të popullit, në të mirë të vendit, në të mirë të ardhmërisë. Dhe kjo është një veçori dalluese. Unë nuk di të ketë pas gjatë historisë ndonjë përflasje me karakter fetar ose ndonjë mosdurim fetar që është kultivuar nga institucionet zyrtare të bashkësive fetare dhe që është kultivuar ose që është promovuar nga prisit e shuar, të cilët i kanë pri komunitete fetare. Këtu kisha për të përmend për shembull kontributin e Haxhi Bebi Dibrës, kontributin e Dom Nikol Kaçorit, kontributin e Fanolit, kontributin e gjithë atyre që kanë qenë përgjegjshëm që ndjesia e përbashkët, interesi i popullit, interesi i vendit të jenë që popullata jonë dhe të besoj atë që e do, aty ku është, mirë po të mos ketë mosdurim. Por kjo nuk do të thotë në asnjë mënyrë që është dëmtuar ndjesia fetare. Përkundrazi, është kultivuar mënyrën më të mirë. E roli i fesë dihet historikisht që është fisnikrimi i popullatës, është fisnikrimi i masës, është përgatitja e masës për t'ju nënshtruar Zotit, dihet, për të qenë paqe me veten, për të qenë të mirë edhe për të qenë kooperativ me tjetrin, për ta pranuar tjetrin si është.
Dhe kështu në sot dihet, nga historia dihet që populli shqiptar i takon dy besimeve të mëdha, besimit islam dhe besimit krishter. Këto besime kanë kuadër tyre edhe për shembull besimi krishter ka dy kishat, kishën ortodokse dhe kishën katolike, ndërsa të ne është komuniteti musliman në një renon dhe tjetër renon janë edhe që e begatojnë, mund të them janë edhe rendet e tarikateve. Përmendet që toleranca vjen si faktore dhe asaj i mirëkuptimi ndaj tjetrit. Kjo tezë na çon tek një dilemë tjetër, është se kemi tolerancë si pasojë e mirëkuptimit realisht ndaj tjetrit apo si pasojë mos zhvillimit dhe mos njohja e rregullave, e parimeve të identitetit kombëtar dhe fetar. Jo, unë nuk mendoj ashtu, se prisit e komuniteteve fetare kanë qenë njerëz me përgatitje shumë të lartë. Kanë qenë njerëz që kanë njohur doktrinat fetare jashtëzakonisht mirë. Me mësime dhe me shkolla të kohës, të cilat kanë qenë të nivelit shumë të lartë. Dhe interpretimin e kanë bë ashtu siç e kërkojnë librat e shenjtë. Ashtu siç e kërkojnë parimet fetare. Por dallim nga popujt tjerë të cilët fenë e kanë keq përdorur, edhe e kanë përdorur si mjet për të çuar agjendat e tyre në dëm të popujve tjerë dhe në dëm të territoreve tjera, presit tanë edhe bashkësitë tona fetare këtë gjë nuk e kanë bërë. Përkundrazi e kanë kultivuar për ata ndjesinë e përbashkët. Mund të jesh musliman, mund të jesh katolik, mund të jesh ortodoks, por dihet ajo që shqiptaria është e gjithëve, gjuha është e gjithëve, kombi është e gjithëve, shteti është e gjithëve. Edhe fenë e tjetrit, besimin e tjetrit e kanë trajtuar si besim të vllaut të tij. Nuk e kanë trajtuar si besim të armikut të tij. Këto është dallimi. Kanë qenë të përgjithshëm, po edhe njëherë po ta them që aq sa kam lexuar unë, themelimi i institucioneve fetare tek shqiptarët ka një pavarësi të plotë. Tjerët i kanë qoftë i komunitetit musliman shqiptar kur është pavarësuar 1923-ën, qoftë ma vonë i ortodoksëve apo dhe ato kisha katolike ka një organizim të veçantë, janë bënë nga prisit vendor, janë bënë institucionet vendore dhe janë bënë pavarësi të plotë në interes të popullit, vendit, sigurisht para së gjithashtë në interes të besimeve të cilat kanë qenë. Cila saksisht është roli i fesë, përmende pak, po na tregon më gjerësisht roli i fesë në këtë harmoni që ka ekzistuar dhe vazhdon të jetë. Po roli i fesë është rujtja e unitetit të popullit. Është promovimi i të mirës, fisnikrimi i popullatës, fisnikrimi i trive. Dhe këtë e kanë luajtur besimet tona fetare. Ani pse në një periudhë sidomos pas luftës së dytë botërore, besimet fetare, fetë tek shqiptarët janë atakuar në formën më të vrasht të mundshme. Për shembull, dihet që në Shqipëri, sistemi i kohës, monistët, kanë ndalu fenë me ligj. Por ma tepër kanë bërë një persekutim të vrasht, të klerikëve, të gjitha besimeve. Kanë bërë shkatrimin e literaturës, shkatrimin e objekteve të kultit, si askund tjetër. Dhe kjo është një lezez që i ka ndodhë popullit tonë. Megjithatë, ndjesia e besimit, për ato vite deri kur ka filluar në 67-ën e deri në vitin 90, tërë shteti ishte kundër bashkësive fetare. Shqiptarët, populli ynë, kishte besim të plot tek Zoti para komunizmit.
erdhi komunizmi me vrull të madh, bëri domet e tij sa bëri, është mundu që të krijoj njeriu e ri, të krijoj realitetin e ri, komunizmi shkoi, populli mbeti, mirë po ndjesia fetare përsëri rikthehet. Dhe sot po shkum në Shqipëri, ke për të një xhamit, kishat, medreset, institucione tjera që funksionojnë dhe kanë përsëri atje sa diu një këshill ndërfetare që funksionon jashtëzakonisht mirë, do shembull dhe për tjerë. Ndërsa në viset shqiptare që kanë vetë jashtë Shqipërisë, londinezës, beja është atakuar në premisa ruse dhe serbe, sidomos besimi musliman. Gjatë tërë kohës, gjatë tërë vit, gjatë sistemit monist, jo si në Shqipëri që e ndalun me fe, e ndalun fal me ligj, por këtu ka qenë edhe rreziku dhe më i madh. Aparatura shtetërore ka atakuar institucionet fetare, ka atakuar udhëheqësit fetar, ka atakuar objektet fetare, i ka akuzuar për gjithçka, për prapambeturi, ka akuzuar e gjitha ka qenë në funksion ideologjik të komunizmit dhe për ma keq dikush me vetdije, dikush pa vetdije, sulmet e orkestruara kundër bashkësive fetare i kanë bërë, po ta them kështu me përgjithësi, në premisat e historiografisë serbe edhe ruse. A ka ma vështirë, për shembull, se një djalë të ri me manipuluar, që nga klasa e parë, e tek deri në shkollimin akademik, që ai me qenë kundër familjes tij, kundër babës tij, kundër traditës që ka pas baba, që ka pas babgjyshi, që ka pas katragjyshi, që ka qenë ku. Këtë kanë filluar në mënyrën më të keqe, që nga emrat. Njeriu nëse ka pas për shembull një emër musliman, ata janë, edhe është normale këtë gjitha fetet, gjitha besimet, njerëzit identifikohen me atë. Lërë që ka pas emrin musliman. Për ka pas emrin e gjyshit ose të babgjyshit, ata kanë fillu me propagandën më të fortër me përqeshat, me bullizuat, se duhet kështu, duhet ashtu. Po fare nuk u ka pengu as Shqipëria as Kosovë, nëse ka marrë ndaj emër, për shembull, po marr shembull ndaj emër të një leniniste, staliniste, çka po diun. Domethënë kjo është një periudhë zezë, një periudhë e keqe, ose s'po di si ta gjej një fjalë më adekuate, një marrëdhënie shumë e keqe e popullit e regjimeve të kohës, qoftë të Tiranës, qoftë të Prishtinës, në relacion me besimet fetare. Shqipni për shembull këtu ku jem në Prishtinë, si kanë trajtuar monumentet xhamit monumentale që janë në pjesën historike, ta marrë me shembull xhamin e Jashar Pashës, kur kam qenë studime një koleg, studime në fakultet të Prishtinës, thotë atë jetha të bashkësia islame, thash po more, jam të, a dhe tha barkesh ta keni bon, tha jo, bashkësia islame, tha hoxhallar, pliste, tamam ato premisat, se ishte eduku, thash, pse më shka këmë bo keqni, aja xhamia mesme, aja xhamia që janë mes, tha, i ka qitë shkallë në rrugë. Si më i ka qitë shkallë në rrugë xhamia, çfarë flet? Jo, thash, mos e keni qenë rrugën te xhamia, keni ataku xhamin, se xhamia është shumë e hershme. Dërsa rrugën e keni vënë kohët e real socializmit, dhe keni pas kohë për shku, keni pas vend për shku. Anën tjetër, e keni ataku xhamin qëllimisht. Njëtën gjaja keni bërë dhe xhamis të madhe. Jo, kujt po i tregoti. Xhamia është shekullore, ndërsa rruga si ka ende as, hajtë themi 50 vite. Edhe e keni fut, e keni se dihet ato tronat e xhamive janë tjetërsu, janë nacionalizu, janë uzurpu, ka met xhamia, si ka met në rrethonat, edhe ata kanë ataku, qoftë xhamin e madh, qoftë xhamin e Qashit, qoftë xhamin e mesme, ani pse xhamia e mesme
është ndërtuar xhamia e Jashar Pashës ka një personalitet shumë i shuar i gjinotëve. Është objekti i bukur prej nesh. Nga kjo që thatë, kuptuam që roli i bashkësive fetare në përgjithësi e i asaj islame në veçanti ka qenë kyç në ruajtjen e harmonisë. Nuk diskutohet kjo. Qoftë komuniteti musliman në Shqipëri, qoftë bashkësia islame në Kosovë, po dhe bashkësi tjera fetare kanë qenë të përgjithshme ndaj popullatës. Kanë qenë të përgjithshme në ushtrimin e funksionit të tyre që ka takuar. Po të marr një shembull. Përgosja 2 liderëve e 2 prizve të shuar në Shkodër. Është Hafiz Sabri Koça dhe Zef Lumbi. Cilët kanë vë me vite burg, dikon rreth 30 vite burg. Po shteti monist është mënuar që ti fus skalon form pa provu që me i fut ata në konflikt mes vete. Nuk e ka arrit. Këta atat edhe Zef Lumbi, këta atat edhe Hafiz Sabria. Sepse e kanë ditë çka me kanë punë. Njëjta situatë ka qenë edhe në Kosovë. Duhet me qenë shumë të mirënjohës për vizionin që ka pasur udhëheqësi e Bashkisë Islame të Kosovës pas luftës së dytë botërore. Sepse pas luftës së dytë botërore, Bashkia Islame e Kosovës i nështrohet për shkak të veprimtarisë saj antikomuniste, antiserbe, sidomos prizve të saj të shuar. I nështrohet një terrori shumë të madh. Dhe në riorganizimin e saj ka qenë një urtësi dhe një vizion i qartë tu nis prej Hafiz Bajram Aganit e të gjithë udhëheqës, të cilët kanë ditë që të veprojnë me përgjegjësi shumë të lartë dhe të jenë pranë xhamatit tyre, të jenë pranë popullit tyre dhe të kryejnë misionin e tyre në formën më të mirë të mundshme. Të njëjtën situatë, njëjtën gjë presit e Bashkisë Islame, po të asaj katolike kanë bërë dhe gjatë viteve të 90-ta, kur ne jemi përballur me okupimin klasik të Serbisë. Ka qenë fati mirë që në kryet të Bashkisë Islame të Kosovës, asa koha ka qenë Muftiu Recep Voja, ndërsa në kryet të Kishës Katolike ka qenë një peshkull Mark Sopi. Edhe njëri edhe tjetër kanë bashkëpunu aq mirë mes vete, kanë bashkërendu punë në të mirë të popullatës, në të mirë të Kosovës dhe për mos me i lanë vend propagandës serbe, propagandës moniste që të hynë mesin e popullit tonë. Dhe mendoj që kanë kry punën, kanë kry misionin e tyre në bashkërendim edhe me udhëheqjen e asaj kohë, udhëheqjen politike kanë kry në formën më të mirë të mundshme dhe janë shembull e mirë, janë një trashëgimi e mirë e bashkëpunimit, e tolerancës, e bashkëjetesës, në ditë vështira dhe në kohë të vështira. Aktivitetet të ngjashme si duket institucioni organizon edhe sot. Kemi parë një njoftim që ditëve në vazhdim do të mbahet një konferencë me titull Toleranca vlerë tek shqiptarët. Na tregon më shumë lidhje me këtë. Po, është me 16 duket të këtij muajit, ne jemi një koçer, ndërsa organizator është Fondacioni Drita dhe gjitha bashkësitë fetare, komunitetet fetare të Kosovës mblidhen këtu në Trieste dhe për temë diskutimi kanë mirëbesimi, toleranca si vlerë e popullit shqiptar. Këtu do të marrin pjesë përfaqësues të Bashkisë Islame të Kosovës, përfaqësues e Bashkisë Katolike, gjithashtu Kishës Katolike, Kishës Protestante, komunitetet hebrej atë sa janë këtu. Po do të ketë edhe të ftuar të tjerë nga vendet e rajonit, nga Shqipëria, nga Maqedonia, dhe ku do të riafirmohet edhe i herë, edhe qëndrimi i prizve të bashkësive tona, po edhe i bashkësive tona, dhe do t'i për shembull që feja t'jetë në funksion të besimtarëve, në funksion të popullit, në funksion të fisnikrimit, të edukimit, edhe të arsimimit të popullatës. E kurse si të mos jetë
mos jetë element përqarës, element që sjell urrëtie, element që sjell përçarje, që sjell amollim popull. Megjithse sot ekziston një ide që njeriu modern në nivel global nuk e ka problemin në mes feve, në mes mos pajtimeve, divergjencave, por e ka problem ndoshta me vlerat njerëzore, përgjithësi. Sa pajtoheni me këtë? Po, unë mendoj që besimi i ngrit vlerat njerëzore. Dhe një shoqëri që ka besim, që është që ka një besim drejt, një edukim besim drejt, ai nëse e marrim si individ, do të jetë më i ndërgjegjshëm, do të jetë më i kulturuar, do të jetë më i përgjegjshëm edhe ndaj vetes, edhe ndaj familjes, edhe ndaj komunitetit, po edhe ndaj tjerëve. Do të ketë dëmshuri më të madhe. Jo vetëm për racën njerëzore, por edhe për ambientin, po do të ketë edhe për kafsht, po do të ketë edhe për botën vimore, po do të ketë edhe për botën shtazore, por gjitha do të jetë më i përgjithshëm, do të jetë më të. Ky është ne një do ta dim që feja është shoqëruesi i parë i njeriu në tokë. Historikisht mund të ketë popull pa, jo që po ata mund e kanë thënë tjerë para meje, mund të ketë popull pa kulturë, pa qytetërim, pa universitete, pa ndonjë ushtri, pa ndonjë ato, po sikur që është e kundërta, ka popull që kanë perandori, kanë ushtri të fuqishme, kanë dhënë shumë kulturë ose qytetëri, po popull pa besim nuk dihet, edhe pse është edhe pse është orvat që të krijohet, që domos komunistët janë orvat që të krijojnë. Megjithatë, ndjenja e besimit e njeriu është e lindur bashkë me të. Edhe është shoqëruesi bashkë me. Varet se si i edukojnë, varet se si i interpretojnë fenë. Ne jemi në hapësirat e Ballkanit dhe duhet jemi shumë të përgjithshëm që feja në Ballkan te popujt tjerë është përdorur për të sulmuar popujt tjerë, për të krijuar, për të bërë luftra të përgjithshme, për të bërë shkatrime, gjakderdhje, për të marrë territore, për të që jemi viktime edhe ne asaj punë. Për shembull, ne vitin që shkoj, po edhe këtë vit në disa qendra të Kosovës, se kemi pas bashkarisht me riasetin e Bosnjës dhe Hercegovinës një ekspozit për shkatrimin e xhamive në qoftë Bosnjë, qoftë Kosovë. Kemi pa që dikon rreth 40 ose 50% të xhamive të Kosovës në një javë, në formë tjetër, janë atakuar nga forcat serbe. Domthonë nuk janë kursy asnjë. Madje edhe xhami dhe institucione, objekte fetare, të cilat kanë qëndruar luftra ndryshme, kohëve ndryshme, sepse besimi i tjetrit, në këtë rast, besimi ka bërë që kanë dashur të shlynin identitetin tonë, të shlyjnë kulturën tonë. Dhe një popullet kur ja shlyn identitetin edhe kulturën, atë popull ke kry punë. Po të futemi më thellë tek kuptimet e tolerancës dhe ruajtjes parimeve, duket sikur këto kanë përplasjen mes vete. Ekziston një lloj manaje që të gjehet një mesjartë mes të dyjeve. A ekzistojnë potencialisht a mund të kenë përplasje këto të dyja të mes vete? A i cenojnë njëra tjetrën? Po varet si i vën funksion. Po i vën në funksion. Siç uzojnë parimet fetare, siç thojnë librat e shenjtë. Këto bashkëtojnë me njëna tjetrën dhe nuk e atakojnë njëna tjetrën. Po nëse e marrim atë interpretimin e ngurtë, edhe që vetëm ne kem drejt ose vetëm ai tjetri ka drejt, atëherë besimet mund të jetë sigur raste që kem pas ne që kem mësu, ose Bosnë, ose shumë vende tjera që pësojnë lindje qoftë për shkak të bindje fetare, qoftë për shkak të këtyre bindjeve sektare tjera. Për të ruajtur paqen sociale tek një popull, mendon që duhet bërë kurban, po e quajmë kushtimisht, të vërtetat relative, sekondare, disa premisa që nuk janë ndoshta edhe shumë të rëndësishme, por që për shembull konkretisht parimet
jo themelore, sekondare të një religioni, kufit ndoshta territorial, ideologjik të një feje të caktuar. Në cila anë do qoftë? Po tani në shekullin 20, shekullin 21 nuk besoj që mund flasim më për region ose për shtet ose për kontinente që i përkasin një feje ose një besim ose një kulturë. Migrimi i popullatës ka bërë që ta marrë shemën në lindje ose në perëndim, të kemi sot, ta marrë me Londër. Unë, kur kom qenë Londër, atje bashkëjeton në formën më të mirë muslimanët, ato indianët, jahudit, edhe vetë anglist. Gjithë i kishin objektet e tyre, gjithë i kishin institucionet e tyre, gjithë i kishin lagjet e tyre, bashkëjetonin në formën më të mirë. Unë nuk e mendoj më që në kohën kur po jetojmë, një globalizmit plot, zhvillimin e teknikës, e teknologjisë, avancimeve shkencore, ka më përkufizime që përkufizojnë këtë kontinent si muslimana tjetrën, si krishter apo e kundërta, sepse edhe vetë parimet e fesë nuk i njohin këto gjona, janë ma universale. Dhe nuk e besoj që atakojnë ato vlera. Po gjithherë po them varet sa dhe si i interpretojnë, edhe i kultivojnë. Se po da në emër të fesë bërë shumë luftra, në emër të fesë bërë shumë shkatrime, në emër të fesë bërë shumë gjakderdi. Po a kanë bazë, ato pasandaj duhet me pa si kanë interpretuar, tek kanë interpretuar, si ka qenë, sa ka qenë involvuar aty edhe pushtetet të ndryshme, interesat të ndryshme, çështje që janë për një diskutim, këtë tjetër dhe për një diskutim shumë më të gjatë. E sheh këtë afatgjate, e sheh të njëjtën pas shumë vitesh. Përmende rikthimin tek fetë shumë të rinj njerëz. Më kujtua diçka tjetër kur e përmende këtë. Ekziston sot një tendencë për ta ndarë identitetin kombëtar dhe fetar. Pra, s'mund të jesh edhe musliman edhe kombëtar i mirë. Jo, kjo me këtë feja kombi, identiteti kombëtar e fetar, kjo është një tezë dështuar e neokomunistëve, të cilën e kanë lansuar Moska, Beogradi në Tiranë, e cilën e kanë përdi, e kanë përtyp, edhe e kanë plasuar të është të qojtërit intelektual tonë, të cilët janë kundër kulturës tonë, të cilët janë kundër traditës tonë. E thë këtu me plot bindje dhe përgjegjësi. Me plot bindje. Nuk korrigjohet historia mësohet. Historia njihet për atë sa është. S'mund kontributi i komunitetit musliman, kontributi i prejve musliman, për konformim dhe shtetëformim është jashtëzakonisht i madh. Këtë nuk mund ta zvoglojnë as titistë e Beogradit, as enveriste e Tiranës. Ata kanë dështu, ka shku koha atyre. Partia e tyre, ideologjia e tyre, edhe të shqiptarë, po edhe në perëndim ka shku në pakthim. Edhe nuk rikthehen më. Zërat e tillë janë zërat e njerëzve të humbur në shkretirë. Dhe nuk e besoj që i merr për seriozisht as familja vet. Nuk kanë bëj asgjë, as me traditën tonë, as me nuk ka të bëj kur unë nuk din ndaj popull që shtron këso pyetje. Po këtë pyetje nuk e ka shtruar kur populli shqiptar, këtë dilemë. Këtë dilemë e kanë shtruar, edhe vazhdojnë ta ushqejnë komisartë ideologjik, cilët nuk e kanë qartë çka është etnia dhe çka besimi, çka kultura dhe çka qytetrimi. Këto nuk e atakojnë njëna tjetrën. Këto e plotësojnë njëna tjetrën. Nuk e di por si e mendojnë ata kombin pa kulturë, pa fe, pa qytetrim, pa këtu. Qytetrimet e mëdha, fet e mëdha,
po tani besimet e mëdha, që janë besimi musliman dhe besimi krishter, nuk ka dyshim se krijojnë kulturë, krijojnë qytetërim, krijojnë trashëgimi, dhe nuk mundet askush që ta shlyjë atë. Dasht e pa dasht. Unë njihem krenar me të partë e mi. Unë njihem krenar me priste e gjitha bashkësive fetare. Ata e kanë kuptu mirë. Për këta titistat edhe në veristat nuk duhet me i marë seriosisht, po duhet me u tregu që koha e tyre ka përfundu e ka ecë. Pse u përzollt pikrisht Kosova dhe a e cënon kjo tolerancën, sepse bëhet thirrje në emër të një feje tjetër, ndoshta ndërkohë që vetë klerët e feve tjera nuk është se përkrahen një lëvizje të tillë. Nëse e ke fjalën për këto lëvizjet e fundit që në paraqit në Kosovë, që përmbledhet se lëvizja e Deçanit ose në fashëçate që quhen veten shqiptaria dhe tjera, po ta them përsëri, edhe kupton edhe në disa raste nuk është një fargashje atje prej Zvicrën duket. Edhe disa eksponent tjerë këtu, që dytrisht ata edhe për ka kultura e tyre, për ka paraqitja e tyre, për ka atë që deklarojnë shihen që fare nuk kanë kur farë përgatitje fetare, qoftë fesë islame, qoftë fesë krishtere. Njerëzit janë të lirë të besojnë çka dojnë, ose dhe mos besojnë hiç, është çështje e tyre. Po me dalë do shoqata, kur kisha katolike, të shqiptarët, është kishë historike, është kishë e konsoliduar, është kishë me klerik të shuar, me klerik që i kanë dhënë shumë historisë popullit shqiptar. Me dalë një fargashi i mramurit, a i kashta, 5 vistra, dhe një bastreja, që ka këtu, dhe një i atje, zika është një fardjali, pas një përgatitje fetare, me bo ftesë besimtarve, propagandë, përçarje, urrejtje, lene këtë feja, hajden këtë feja. Ata s'kan kur fa feje vetë, s'kan kur fa përgatitje fetare vetë. Dakord? Për çështjet misionit feve, janë bashkësit fetare, janë klerikt. Atë punë le ta kryjnë meshtarët, le ta kryjnë triftret, le ta kryjnë imam, hoxhallarët, kush janë, se bashkësit fetare të ne, janë bashkësit konsolidume. Kanë institucione arsimore, kanë institucione edukative, kanë strukturë në gjitha fshatrat, në gjitha fshatrat ku i kanë besimtarët e vetë. Po këto ftesa që bëhen për studio televizive, është për mua shumë gabim që studio televizive japin hapësirë të pakufishme njerëzve të tillë që mbjellin urrejtje, mbjellin përçarje, mallkojnë shumicën e popullatës, trashëgimin pozitive që kem pas, atakojnë vlerat e këtij populli, mundohen të rishkrujnë një histori me thashë që thamë. Është e papranueshme dhe nuk e din funksion të kujt janë. Por, a rrezikohet harmonia ndër fetaret e shqiptarët? Nuk e besoj. Mund të adoptojnë, por nuk ka arrit Tito, Ranković, Enver Hoxha, pa i gashi i Zvicrës, nuk e besoj që as e ka fuqin, as që e merr kur serioz, as këta bastëria të këta, edhe emrat nuk jo di, dhe një farë generali, po to një Lështaku, a çka është me një farë shqiptar, nuk e di çfarë shqiptarie do me krijuaj. Utopike? Nuk e di, duhet pyet atë. Manipulojnë me figurat kombëtare, manipulojnë me festat këto ngjarjet historike, festat gjoja kombëtare, dojnë me vu dorë mbi këmbë. Po koha për me vu dorë mbi këmbë, po të thëmë dhe herë ka përfundu. Nuk mundet, kombi është heterogen. Nuk mund popullin as ta që është drejt një kulturë. Në familje s'ka mendim uniform. E lere më në shoqëri, lere më një këmbë. Është e pasi. A janë dëmshëm?
jam dëmshëm. Për ti duhet me pa me kujdes, por nuk e besoj që janë dëmshëm skajshmërisht, atakojnë bile një e këm pa ka qenë kur ishte kryeministri këtu për Bajram, ka përmen këta imamët. Po, 37 dëshmorët. Edhe ishin që ata sejmente e shqiptarisë e gashte e Zvicrës, që ti atakojnë. Ata është gjuna i Zotit. Ata imam e student kanë ra me pushin dorë për këtë Kosovë. Këta nuk e di ku kanë qenë, nuk them se nuk e një historinë e tyre. Po me dëshmuën, me provuën, me mohuën, një dëshmorë, një herot t'i venit, nuk e di për çfarë shqiptarie janë atë. Keni përmendur në detaje në librin tuaj imamët e rënd dëshmorë, ndërkohë që të gjithë këta i kontestonin pra 37 dëshmorë, duke thënë se ata nuk kanë rënë në kohën e luftës, por më vonë, më herët ashtu. Po kolegu im, Mustafa, është vërtet që ka rënë në 88-ën, ose 89-ën, po ka rënë në mbrojtjet e autonomisë e Kosovës. Dashta për ta nuk do duhej, nuk e quajnë ata dëshmorë. Po. Ose Biçku është vra, Muhamedi është vra nga ushtria e Jugosllavisë. Nga ushtria e Jugosllavisë. Ose imam tjerë, dhe më që e kanë mytë imamin forcat sërbe, kom thonë dhe në një emision tjetër, e kanë mytë të kufiri me malin e zi, tjerë e kanë shuë, e kanë marë, e kanë masakruë, e kanë soptuë dhe në fund e kanë karbonizuë, kanë djekë. E për këta gashtë e këta, ata mund mos tjetë. Por populli jonë, e ka thonë një thonje, djekën e dëgjotët, dili me shosh nuk bulohet. Faktet janë aty. Njerëz janë aty. Unë atë çka kom thonë në liç, që kemi bo atë libra, ne vetëm i ke përmbledh. Janë me emra me mbi emra. Janë me arrodha ku kanë punu. Ku kanë qenë të angazhum. Ose e kontestojnë shkatrimin e xhamive. Kemi gjitha dëshmit. Ka përjetu popullata, është djeg qarshia e Pes. është djeg qarshia e Gjakovës. Aty ka qenë xhamia Domagos, aty ka qenë Barakli xhamia. Është djeg qarshia, është rënue, me themeljen rënue xhamia në Voshtri apo xhamia në Mitrovice e tjera. Të faktet janë kokforta, nuk pohon. Pavarësisht çka thonë këta njerëz të këtyre lëvizjeve, nuk përfaqësojnë shpirtin e këtij poplit, nuk përfaqësojnë interesin e këtij poplit, edhe nuk përfaqësojnë si me thonë filozofinë edhe parimet mbi të cilat është ngrit ky shtet, edhe shteti i Kosovës, edhe shteti i Shqipërisë, po edhe mbi të cilat është ngrit popullata jonë, e mbi të gjitha nuk i përfaqësojnë premisat mbi të cilat janë ngrit komunitetet tona fetare. Gjitha komunitetet. Nuk e kam të vetëm të komuniteti jonë. Qartë, zotëri Shkodra, kemi shumë për të biseduar për këto tema, mirë po kaq kemi minuta në dispozicion, të falenderojmë që ishe pjesë e emisionit. Falenderit edhe ju, dhe miru pafshim u dëgjoshme në takimet tona tashme. Respekt. Naçërmisht, ishte kjo epizoda radhës në Z Podcast, uroj të keni kaluar çaste të këndshme e të dobishme. Ne jemi kaq që përmbyllim deri në javën tjetër, mirëmbëjtje, natën e mirë.